وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Të kemi zbritur aty edhe që të gjykosh në mes tyre me atë që të ka zbritur Zoti dhe të mos ndjekësh dëshirat e tyre të padrejta. Ruhu prej tyre që të mos të kthejnë ty prej disa gjërave që të ka zbritur Zoti ty. Në qoftë se ata i kthejnë shpinën gjykimit tënd e nuk e dëgjojnë, atëherë dije se Zoti dëshiron që t'i ndëshkojë ata me disa nga fajet e tyre, sepse shumica e njerëzve janë fasik të dalë jashtë ndaj Allahut. Shpjegime. Bejzaviu e Hazini thonë se ky ajet ka zbritur për këtë ndodhi. Hahamët e jehudive të Medinës dhe të rrethinave të saj kanë biseduar me njëri tjetrin dhe kanë thënë të shkojmë te Muhamedi alayhi salam dhe t'i themi, ne jemi paria e jehudive. Nëse ne të besojmë ty, do të besojnë edhe të gjithë jehudinët. Ne po të besojmë ty me kusht që në disa gjykime të mbash anën ton kundër disa jehudinëve. Kështu e vendosën ata në mes tyre që t'i bënin Muhamedit atë propozim me shpresë që ta kthenin atë nga feja e vet dhe ta bënin për vete. Kur i propozuan fjalët e mësipërme e pejgamberi nuk ua pranoi as pak, për këtë ndodhi ka zbritur ajeti i sipërpërkthyer. Fjala fitne është për fjalët e jehudinëve të cilët ishin stolicur qëllimisht për të gabuar pejgamberin me dhelpëritë e tyre dhe për ta shtënë atë në kurth. Në tefsirin Hazin thuhet se ajeti i përparshëm është sjellë për treguar se jehudinët donin që rexhmin ta kthenin në rahje, por Zoti e porositi pejgamberin që të gjykojë për imoralet sipas dispozitave të Kuranit dhe të mos ndjek dëshirat e tyre të palishme. Ky ajet është sjellë për të porositur pejgamberin që në ato çështje të gjykojë me dispozitat e Kuranit dhe të mos ndjek dëshirat e jehudinëve në gjykimet që do të bëjë. Me këtë ajet Zoti ka friksuar ata që nuk i binden gjykimit të pejgamberit, veçanërisht ata që duan të prishin dispozitat e sheriatit. Për të theksuar se disa faje të jehudinëve të kësaj dore mjaftojnë për rrezikimin e atyre në ajet, Zoti ka thënë, dije se Zoti dëshiron që t'i ndëshkojë ata me disa nga fajet e tyre. Për të theksuar se jehudinët janë këmbgulës në mospranimin e së drejtës, ajeti përfundon shumica e njerëzve janë fasik të dalë jashtë bindjes së Allahut. Efe hukme l'gjahilije jebgun wa men ahsanu min Allahi hukma li qaumi yuqinun. Mos po kërkojnë ata gjykimin e kohës së xahilijetit, çudi e madhe, kush gjykon më bukur se Zoti për ata njerëz që janë të ditur. Shpjegime. Me këtë ajet Zoti i ka përbuzur jehudinët, për shkak se ata duke qenë nga ehli kitabët, dëshironin të gjykoheshin si në kohën e xahilijetit dhe u thot atyre se ata që kërkojnë gjykim jashtë gjykimit të Allahut janë shumë trashaman. Ebu Sud Efendiu thot se Zoti për theksuar se kërkesa e jehudinëve që të gjykohen sipas zakonit të kohës së xahilijetit, kur e kishin diturinë dhe librin e Zotit është shumë e habitshme. Në ajet pyetja është prur me hamze e cila tregon pyetje mohuese me çudi, e fe hukmel gjahilije jebgun. Do me thënë, apo kërkojnë ata gjykimin e kohës së xahilijetit, çudi e madhe, punë që nuk u ka hija as pak njerëzve të ditur dhe që e kanë librin e Allahut, pra duket se ata janë mendje trash. Zoti tregoi disa vese të këqija të jehudinëve për treguar edhe se ata bashkë me të krishterët nuk e meritojnë të bëhen miq të ngushtë, urdhëron e thotë. Ja eyyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. O ju që keni besuar mos i bëni jehudinët e të krishterët miq të ngushtë, ata janë miq të njëri tjetrit, kushdo prej jush që i bën ata miq është prej tyre dhe Zoti nuk e udhëzon në rrugën e drejtë atë komb që është dëmtuar. Shpjegime. Me frazën e parë të ajetit, Zoti urdhëron besimtarët që të mos i bëjnë miq të ngushtë as jehudinët e as të krishterët. Do me thënë nuk u duhet besuar atyre plotësisht dhe të mos ju gaboj miqësia që shfaqin për ju, por gjithnjë të rezervoheni ndaj tyre. Pse? Sepse ata janë miq të njëri tjetrit, do me thënë jehudinët ndihmojnë njëri tjetrin, edhe të krishterët janë miq të njëri tjetrit dhe nuk bëhen plotësisht miq me ju. Kushdo prej jush që i bën ata miq është prej tyre, dhe Zoti nuk e udhëzon në rrugën e drejtë atë komb që është dëmtuar. Kuptimi. Zoti nuk i udhëzon në rrugën e drejtë ata njerëz që dëmtojnë veten duke mos dëgjuar urdhrat e Zotit dhe duke bërë miq të ngushtë armiqtë e fesë së vet. Ky ajet është një kërcënim i madh nga ana e Zotit për ata njerëz që nuk veprojnë sipas urdrave të Tij. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح
أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. I shehti ata njerëz që kanë në zemrat e tyre sëmundje se si vrapojnë të bëjnë miqësi me jehudit, duke thënë, ne kemi frikë se do të goditemi nga ndonjë katastrofë dhe ka shpresë se Zoti i jep pejgamberit fitoren ose i bie atij ndonjë urdhër nga ana e vet, atëherë ata do të pendohen me atë që fshehin në zemrat e tyre. Shpjegime. Në tefsirin Fathul Bayan thuhet se ky ajet është drejtuar ose pejgamberit ose gjithkujt që mund të shohë. Ata që kanë sëmundje në zemër është për munafikët, të cilët kishin në zemrat e tyre sëmundjen e dyshimit në profecinë e të madhit Muhammed dhe këtë dyshim e shprehin me fjalët ne kemi frikë se do të goditemi nga ndonjë katastrofë. Me këto fjalë ata donin të thoshin kemi frikë se pejgamberi do t'i mbetet puna përgjysmë, do të mundet në luftë dhe do të rikthehet mbretëria e jehudinëve. Atëherë ne do të kemi nevojë për pasurinë e tyre. Interpretuesit e Kuranit thonë se zbritjen e këtij ajeti e ka shkaktuar ngjarja që vijon. Pas zbritjes së ajetit të mëparshëm, Ubada ibn Samiti i ka thënë Abdullah ibn Ubejit, unë kam shumë miq jehudinj, por meqense Zoti na ndaloi të bëjmë ata miq të ngushtë, hoqa dorë nga miqësia me ata dhe u ktheva te Zoti e te pejgamberi. Abdullah ibn Ubeji me shoku është përgjigjur kështu: ne nuk e dim se çdo të ndodh në të ardhmen, kemi frikë se puna do të shkojë në favor të jehudinjve, të cilët janë të pasur dhe ne jemi të shtrënguar të përzihemi me ta. Prandaj nuk mund të heqim dorë nga miqësia me ta, sepse në rast se do të goditemi me ndonjë katastrofë, si për shembull zije madhe buke ose shkatrimi i fuqisë islame, atëherë do të kemi nevojë për pasurinë e jehudive. Për këto fjalë ka zbritur ky ajet ku pejgamberit i premtohet fitore e plot mbi jehudinët, duke i thënë: dhe e ka shpresë se Zoti i jep pejgamberit fitoren ose i bie atij ndonjë urdhër nga ana e vet, atëherë ata munafikët do të pendohen për atë që fshehin në zemrat e tyre. Wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Dhe ata që kanë besuar thanë, këta janë ata që u betuan në Zotin e vërtetë se ne jemi me ju, atyre u shkojnë punët koto dhe vetë u dëmtuan. Shpjegime. Fahri Raziu thot se pyetja në këtë ajet tregon habi, do me thënë muslimanët, kur kanë dëgjuar thënjet e munafikëve, janë habitur dhe kanë thënë, a këta janë ata që betohen shumë në Zotin se janë të bashkuar me ne, që shtonë se nuk heqin dorë nga miqësia me armiqtan, e për shkak të dyftërsisë të tyre. Të gjitha punët e mira u shkojnë kotë dhe ata u bën prej atyre që meritojnë mallkimin e Zotit në dynja dhe ndëshkimin e tij në ahiret.